një antar i dyshuar i mafjas ndërkombëtare në summitin e NATO-s. Se pash një lajm sot te këto mediat e qeverisë, Euronews, Shqiptarja, ku nuk ishte tema, nuk e di, po Euronews e pash sakt një herë, e pash dhe e lexova. Dhe njoftonte se Edi Rama do shkojnë në summitin e NATO-s, lajm më qesharak mos ke ku gjen. Edhe do takojnë Mark Rutten dhe Erdoganin. Edhe nuk thoshte gjë për Trumpin. Ka frikë se di se si është me hanë, se Trumpi është me hanë edhe ka hallë se e pësosi si Meloni. A lajmë është ky që do shkojnë në summitin e NATO-s, njëherë parë do shkojnë s'ka as i merit Edi Rama që shkon summitin e NATO-s, sepse e gjeti vendin në NATO. Se kur ishte kryetar opozite thoshte NATO, ç'na duhet NATO neve për NATO. Tani do shkojnë në summitin e NATO-s, por ndryshe nga herët e tjera, këtë herë shkon zyrtarisht si i dyshuar për lidhje me narkotrafikun ndërkombëtar. Amendamenti i propozuar nga i kongresmeni amerikan për të bërë amendament për të hetu Kongresi, Inteligjenca Amerikane, lidhjet e Edi Ramës, qeverisë shqiptare me narkotrafikun ndërkombëtar. Kjo është zyrtare. A do miratohet, a do bëhet ligj apo s'do bëhet, kjo është çështje tjetër pastaj, po vetëm deri këtu një herë nuk është pak. Kryeministri i një vendi antar të NATO-s, i një vendi ndërmo pro-amerikanët në botë, propozohet për të hetu si narkotrafikant, si person që ka lidhje, qeveria e tij me narkotrafikun, ka lehtësu hyrjen e pareve të narkotrafikut në investime strategjike dhe në ndërtim. Kjo është e para. E dyta, është i pari kryeministër në botë që implikon familjen e presidentit SBA-ve në një investim pjesë të cilit janë edhe narkotrafikantët. Zyrtare kjo. Është i pari kryeministër, ka disa rekorde që thyen Edi Rama. Prandaj po e përmend tani para se të shkojnë ke summiti i NATO-s. Është i pari kryeministër që ka mashtru ose me lobim, çfarë si ka blesh agent të lartë të FBI-s, sekretarin e shtetit, dhe ka shpall non grata kundërshtarin e vet politik lokal. Pra është e pa imagjinueshme çka ka bëu ky njeri. Ky që ka ngel sot si langaraq përballë një proteste super masive, super të freskët, super rinore, super kreative, një proteste të majtë, të cilës nuk ka si i përgjigjet, se filloi në fillim të thotë janë fashiste, janë naziste, janë kështu e janë ashtu, po të gjithë njerëzit kanë sy në ballë, kanë mend dhe e dinë që kryesisht udhëhiqet nga njerëzit e ish-pronarit këtij, Sorosit, i cili e ka hedhur në rrugë të madhe me përbuzje. Është bisedë e saktë kjo që po them, pse shumë njerëz kujtojnë që ma kanë thënë, e kam imagjinu, është e saktë. Alex Sorosi është nda me këtë, i zhgënjyer edhe duke i thënë ka marru kontrata bashkë. Nuk ke më punë me mu. Mas asaj kanë fillu të lashet këtij. Pra ja ka vënë dukje që je tradhtar dhe je i pabes. Po të njëjtën situatë ky ka edhe me Erdoganin. Ka një muaj që i fryn mediat, edhe këto larot e medias të banaqeve televizive të darkës, edhe ju thot që këtu ka islamik që protestojnë kundër meje nën Rogoz,
me këta Karamuçat që shpërndan nëpër media, ka hap llafe që gjoja këtu protestën e sponsorizon edhe Erdogani. Pra e sponsorizon Putini, Irani, Erdogani edhe Greqia. Shtete që shumë të palidhshme me njëra tjetrën, por që i lidh halli Edi Ramës. Tani që do i thot Erdoganit ky? Kujto se Erdogani nuk e di se çfarë thashë themesh ka hap ky. Ky që i shtrihej barkas Erdoganit, i lëpinte këmbët e tjera, tani ka një muj që e akuzon se po tenton të bëjë një revolucion islamik në Shqipëri, që s'ka lidhje fare. Pra nuk ka lidhje fare, nuk ka atë natyrë protesta në Tiranë, nuk kanë atë natyrë njerëzit që dalin aty, nuk është ndaluar dalin siç dalin këta të LGBT-s që ka shumë aty. Dalin edhe njerëz besimtarë islam, katolik, ortodoks. Por për t'i dhënë një ngjyrë agresiviteti, sa shumë mendon ky psikopati që po the se ka islamist aty, ka hoxhollar, bëhet agresive protesta, sepse i çmenduri është akoma në vitin 2000 në mendësi, edhe e di që ngjisin akoma parulla propagandistike ordinere. Tash do ketë guxim ky t'i thotë Erdoganit që pse më kurdis protesta në Tiranë? Se ky është cup, ky është lider botror. Apo a do ketë guxim t'i thotë sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutes, se ka i rregull NATO-ja, kur një vend destabilizohet, një vend antar i NATO-s, ka dhëna që destabilizohet nga vende jo miqësore me NATO, kryeministri, udhëheqësi i atij vendi kërkon vënien në funksion të amendamentit 5 të NATO-s, që do të thotë 1 për gjithë e gjithë për 1. Pra Alianca merr masa për të mbrojtur Shqipërinë, sepse vende jo miqësore me NATO, Rusia, Irani, Serbia, po duan të prishin rendin kushtetues. A do ketë bëth t'i thot Rutes këto, t'ja kërkojnë Rutes apo t'ja kërkojnë Trumpit, të cilin nuk ka thënë që do e takoj, me shpresë që t'i vjedh në i foto, se kështu është ky i djallëzum që shef, kështu e keni parë në për të samite më përpara, se kur është jashtë, kur është me këta bole më dhejt atje, bosi zar, atëhere i duket për masa tamam se sa është ky. Një servil, një langaraq i pështirë. Edhe do ta shihni në samit në NATO-s. Edhe shpreson shumaj që t'i vjedh në i foto Trumpit atje, por nuk e bën lajm, nuk thot që do e takoj, sepse ka frikë, sepse të njëjtën gjë bëri kjo debilja Italisë, Meloni, deshi të kapi në i foto në kuqe kjo takimi NATO-s, takimi i G7-s në Francë, edhe Trumpi si hajvan si që është, tha ajo doshet bote i foto me mu me zor, tha, edhe unë nuk pranova, tha, sepse nuk vuri bazat në dispozicion për sulmet ndaj Iranit. Edhe degeneroi Melonin, nga aleatet ngushtë që e pati, e bëri armike kryesore në Europë. Këtë frikë ka ky lapangjozi që i ulet në gjuhë i Melonit. Ky langaraqi jon. Ndërkohë revolucioni vazhdon. Është 37-38 ditë sot. Kanë filluar dhe këto analistët shqiptar tani që gjysmën e jetës e kanë kalu duke kontribuar që të vinë Edi Rama në pushtet. Do t'i përmeni ditë me emër gjithë, se kam gjetë edhe materialet. Gjysmën e jetës janë duke e kalu për ta përzonë Ramën nga pushteti. Por, shumë mirë po bëjnë tani, por pa kërku falje. Edhe po thonë variantet se si do dilet nga revolucioni e bla bla bla, ato që ditën e parë i kam artikulu në këto videot, kush më ndjek e di. Format se si do ik Edi Rama janë PS-ja, kryesorja, grupi parlamentar i Partisë Socialiste me mocion, detyrimi nga agjensitë ndërkombëtare nga Gjermania, Amerika, Belgjika, ISPAK-ut për ta marrë në hetim. Këto janë 2 format kryesore edhe të vetmet që do ik Edi Rama nga pushteti.
nuk do ikë ashtu siç propozonte edhe një nga këta analistët sot, që opsioni tjetër është dhuna. Edi Rama dhunë do, Edi Rama përplasje civile do, sepse dhuna dhe përplasja civile e amniston atë, e barazon protestën paqësore, protestën qytetare, e barazon me brutalitetin e një hajduti plaçkici i dyshuar gjithmonë, se s'thot gjo Spaku, se s'ka bëu Spaku ta marrë në hetim këtë, dhe barazon veten e vet me qytetarin. Kështu që ai prandaj i rreth protestuesit, i masakron, i shan, i përçmon, i pshtyn, qa nuk u bën sepse do që t'i sjell në nivelin e tij. Po kjo protest nuk është ngrit për të rënë në nivelin e Ramës, sepse ai që ja ka ngrit këtë protest e ka ngrit edhe për ta përçmuar Edi Ramën, për t'i tregu se shiko sa langaraq je, sa peshë lehtë je, të gjitha qa ke mendu se je lider botëror, lider rajonal, udhëheqës i madh, vizionar, si që thoshin analistët shqiptar, gjysmën e parë të jetës tyre për Edi Ramën, edhe sot e shajnë, kanë qenë pralla, sepse ke qenë një krijesë laboratorike e Sorosit, e sponsorizuar nga Sorosi, një njeri, por që edhe Sorosi e kuptoi, siç e kanë kuptuar të gjithë, siç mund ta ketë kuptuar Sajmir Tahiri, Lefter Koka, Ben Ahmetaj, Erian Veliaj. Vetëm një gjë ka Edi Rama konsistente në jetën e tij, tradhtin. Është tradhtar, u angul thikën pas shpinë miqve. Këtë gjë e kuptoi edhe Sorosi së fundmi, dhe është thyej aq shumë sa që i ka thënë, e ka thënë kështu ik sikteris të zhduku, domethënë mos të pafsha me sy më, diçka kështu, dhe ka marrë kontrata. Dhe nuk e rrëzon njëri, nuk është objektiv, nuk është qëllim që ta rrëzojnë me dhunë një njeri të tillë. Një njeri të tillë është objektivi me e rrëzu si palaço, si langaraq. Dhe kështu do jetë, është opsioni kota që hedhin ata me dhunë e stërdhunë, jo po është dhe dhuna opsion, jo po kështu e bosh. Por mo kryesorja është, ky po shkon në samitin e NATO si i dyshuar për lidhje me narkotrafikun ndërkombëtar. Po shkon në samitin e NATO si akuzues i Erdoganit se po nxit revolucion islamik në Shqipëri. Po shkon në samitin e NATO si akuzues i Greqisë, i Mitsotakit që do e ketë atje, se po i destabilizon vendin. Po shkon në samitin e NATO-s si akuzues i vendeve jo miqësore me NATO, Iran, Rusi, që po kërkojnë të destabilizojnë një vend antar të NATO-s, që është Shqipëria. A do ja kërkojnë Mark Rutes vënien zbatim të amendamentit 5 të NATO-s? Ta shohim. A do tentojnë të bëjnë foto me Trumpin? Se tani ky du të ketë miqësi shumë të afërt me Trumpin, se ky tha, unë nuk shkova në Amerikë, tha se më tha Trumpi më kujtesi qik për gocën atje. Kështu që i bi si njeri i shtëpisë është me ata tani ky. Të shohim, ato trajtohet si njeri i shtëpisë kur të takohen në SBA me njëri tjetrin, në Stamboll, në Turqi, në Ankara, ku është samiti i NATO-s, me Trumpin. Ta shohim.